Nga Ancelotti te Scaloni, kjo është lista me 10 trajnerët më të paguar të ekipeve kombëtare. Trajneri i Brazilit Carlo Ancelotti me një pagë marramense prej 9.5 milion eurosh në vit, zë pozitën e parë dhe asnjë tjetër nuk i afrohet. Pas tij vjen Thomas Tuchel në stolin e Anglisë me pagë vjetore prej 5.9 milion eurosh, ndërsa podiumin e mbyll Julian Nagelsmann i Gjermanisë me 4.9 milion euro pagë vjetore. Befasia e madhe vjen nga Fabio Cannavaro, kampioni i botës me Italinë, që tani drejton Uzbekistanin dhe fiton 4 milion euro në vit, njësoj si Roberto Martinez i Portugalisë që rënditet i pesti. Pas tyre vin Didier Deschamps me pagë 3.8 milion euro në vit, Marcelo Bielsa me 3.5 milion euro, Ronald Koeman me 3 milion euro në vit, Gustavo Alfaro me 2.5 milion euro në vit, dhe në fund kampioni i botës Lionel Scaloni me vetëm 2.3 milion euro në vit. Pagat janë të çmendura, emrat gjithashtu janë legjendar shumica, por pyetja vjen natyrshëm. Kush vlen më shumë, parat apo trofet? Na tregoni në hapësirën për komente.